Unë sjell numrat e logikës, me të luaj e numroj, me ndjen u ambatëroj, por ashtu i zhvilloj. Ne sjellim liqën si talent që nuk shuhet kohën, sepse pami që e mire si talentet nuk kanë dritë. Unë sjell sa me shkencës, që kur nuk mbaron, do shta herën tjetër në vend timin të një robot. Unë sjell shkallësin, të cilën nuk të bëhej as një punim, i shtoj pak kreativitet, rezultatit e për notën 5. Fëmijët tuaj, që të kremoni mas për
sacrifice, it's patience, it's working hard for someone else's smile. Talent is everywhere. And today, we're gonna celebrate some of the most powerful talents, the ones sitting quietly right here among us, the talents that don't ask for applause, but definitely deserve it. Mrs. Yashukriya. She wakes up early, packs her bag with patience, and goes to school like it's a superpower. She spends all day telling kids to sit down and listen. And then she comes home and tells me the exact same thing. But here's her real talent, patience. Endless patience, because she doesn't just teach ABCs and math, she makes us believe we matter. Mrs. Yashukriya, you're the best teacher and the best mom in the world. I love you. Her talent is she restores that feel like time travel, and the cookies, they have healing power. One bite and boom, your bad day vanishes. Grandma, your stories and hugs make everything better. Thank you. Smart move, that respect. But seriously, now your real talent is fixing my messes. You're not shaping gold, you're shaping me, and I love you for that. Which means he wakes up at 3 a.m. Dad's talent is feeding the whole town and making our sandwich taste like heaven and teaching us that the best things in life, just like bread, are simple. But really, your love and hard work make our family whirl like fresh bread. You're the best dad ever. We love you, Dad, the bread king. My mom, Emina Shamsedini, is the best person in the world. She understands me even when I don't use the right words. She listens when no one else does. She makes me feel safe. She never gives up on me, not ever. Her talent, loving me exactly the way I am. Even on hard days, especially on hard days,
She is strong, she is patient, she is kind, she is everything I want to be. Mom, I see you and I love you. There you have it, the talents around us, not always on stages or screens, but in the heart of those who lift us up. Remember, the most beautiful talents are often the uncelebrated ones. So look around, your talents are shining too. Applause for the real stars, including you. I'm gonna give you my heart. I don't care who wanna tear me apart. I don't care if you do. See the sky, blue skies. Ladies and gentlemen, you ready? He said one day you'll leave this world behind, so live the life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Njerëzit shpesh mendojnë se të kesh talent do të thotë të dish të kërcesh, të këndosh apo të jesh i mirë në sport. Pra, talenti në lidhje me duar trokitjet, me skenën, me çmimet a medaljet. Por ne në Loyolla kemi
mësuar se talent është edhe të punosh pa u lodhur, të besosh tek çdo familje e të udhëheqësh me zemër. Kemi mësuar se talent mund të duket edhe si punë, durim, mirësi. Sot duam të nderojmë dikë. Talenti i heshtur, i së cilës për një dekadë të tërë e ka bërë shkollën tonë një vend ku secili nxënës dihet i veçantë, ku çdo mësues gjen mbështetje dhe ku çdo prit e di se fëmia e tij është në duar të sigurta. Pra, ajo është drejtoresha jonë, Motër Lindita Spaçi. Për 10 vite me radhë, Motër Lindita na ka udhëhequr me dashuri, me përkushtim dhe me një ndjenjë të fortë për dëgjësie. Ajo na ka treguar se shkolla nuk është thjesht një vërtesë, por një familje. Na ka mësuar se mësimdhënia nuk është thjesht një profesion, por një thirrje zemre. Idenë dhe vizioni i saj i ka bërë që emri i shkollës fillore Loyola të jetë më i respektuar e më i dashur se kur më parë në Prizren, e që Loyola të jetë model frymëzimi për shumë shkolla të tjera. Qasja e saj ka treguar se forca më e madhe nuk është pushteti, por zemra, se një lider i mirë nuk është ai që ecën para, por ai që i mban të gjithë bashkë. Motër Lindita, ne kemi parë tek ju talentin më të veçantë. Ta bëni çdo njeri të ndihet i vlefshëm, i dashur, i pranuar. Çdo mëngjes teksa na prisnit në korridor, buzëqeshja juaj nuk ka qenë thjesht një përshëndetje, ka qenë një ftesë për të dhënë më të mirën. Edhe kur vetë kishit lutje, sfida apo shqetësime, ju nuk na treguat kur, sepse talenti juaj ishte ky, t'i bëni të tjerë të ndihen mirë. Sonte, ne duam një zëri të themi, faleminderit. Faleminderit që na keni dashur, që na keni udhëhequr, që keni besuar tek ne dhe që keni dhënë Loyolës një shpirt që nuk do të shuhet kurrë. Përnia juaj ka qenë një bekim për shkollën tonë dhe shpirti juaj do të mbetet në çdo klasë, tek çdo mësues dhe tek çdo nxënës që ka kaluar nëpër këto dyert. Dhe si simboli i mirënjohjes tonë, kryetari i bordit, Zotri Mete, do t'ju dhurojë qesin e shkollës. Sepse kudo që jeta të çojë, Loyola do të mbetet gjithmonë shtëpia juaj dhe dyert tona do të jenë përherë të hapura për ju. Ka marrë shumë kohë, në realitet më pas kanë tradhtuar, sepse unë nuk e kam ditë që është edhe kjo pjesë e programit dhe nuk e kisha planifikuar falënderimin këtë ditë dhe përshëndetjen, nga që do t'jem deri në dhjetor këtu, dhe mendova që do t'jeti moment tjetër kur do të përshëndet dhe falenderoj. Kështu që kemi emocionu shumë. Kush jemi? Familja Loyola. Kjo është familja ime. Faleminderit shumë.